Drejt. Shkojmë tani në qarkun e Dibrës me kolegun ton atje Mahir Jangulli, pasi deputeti dhe kandidati i Berishës në Dibër Xhelal Mziu dhe nipi i tij kanë rrahur një zyrtar në Bulqiz pas një takimi elektoral. Si ka ndodhur ngjarja dhe më pas denoncimi dhe cili është zyrtari i cili është dhunuar në qarkun e Dibrës pikërisht në Bulqiz. Përshëndetje Mahir. Përshëndetje Ertil, po dje në orët e pasdites pas një takimi elektoral në njësinë administrative Ostren, ku ishte drejtuesi politik i Partisë Demokratike Xhelal Mziu dhe shoqëruesi i tij, ka ndodhur një incident ku është përplasur me Kalosh Murrën, i cili është punonjës i njësisë administrative Ostren. Tek ndihma ekonomike pra në Ostren është Kalosh Murra, punon aty, dhe ka ndodhur një përplasje mes tyre, fillimisht në fjalë, më pas sipas denoncuesit Kalosh Murra, i cili më pas e ka kallëzuar në policinë e Bulqizës, e ka goditur edhe me grushta vetë deputeti Xhelal Mziu. Policia e Bulqizës, pra specialisti i policisë kriminale, i ka marrë kallëzim dhe e ka dërguar në SPAK, sepse nuk është kompetencë e Dibrës pra për ta hetuar deputetin. Pra, ai i cili ka kallëzuar punonjësi i njësisë administrative, pra pretendon se është goditur me grusht nga deputeti dhe kandidati Xhelal Mziu. Po, sipas kallëzimit tij, pra, sipas deklarimeve të Kalosh Murrës, duke qëndruar para objektit të njësisë administrative Ostren, edhe ku punon, është goditur me grushta nga Xhelal Mziu dhe nipi i tij, gjithmonë sipas kallëzuesit. E kuptoj. Ndërkohë nipi i tij është shoqëruar se Xhelal Mziu për shembull është deputet apo kandidat dhe i takon SPAK-ut. Po për nipin e Mziut. Në fakt, policia e Bulqizës nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë ngjarje, përveç një kallëzimi që është paraqit Kalosh Murrën në komisariatin e Bulqizës. Nipi i tij dhe deputeti nuk kanë dhënë deklarime akoma as skundi. Faleminderit Mahir, nëse do të ketë të tjera informacione dhe detaje, menjëherë do të lidhemi së bashku gjatë kësaj hapësire të drejtë